një kohë kur librat e zhvillimit personal dominojnë listat e bestsellerave në mbar botën, një emër spikat më shumë se të tjerat, Dr. Gabor Mate. Libri i tij, Miti Normales, ka kaluar shifrën e 1 milion kopjeve të shitura, ndërsa bashkë me veprat e tjera të Gabor Mates janë përkthyer në mbi 40 gjuhë, duke u bërë një nga autorët dhe mjekët më të lexuar të fushës së traumës dhe zhvillimit personal. I pranishëm në çdo librari të kohës, ndërsa idetë e tij për traumën, stresin, shëndetin mendor, sëmundjet dhe kulturën toksike të shoqërisë moderne janë bërë pjesë të debatit global. Miliona njerëz ndjekin intervistat e tij në podcastet dhe rrjetet sociale, duke shndëruar atë në një fenomen kulturor të kohës sonë. Si arriti një autor të ndikojë kaq fuqishëm në mënyrën se si e kuptojmë shëndetin mendor? Ky është fenomeni Gabor Mate në këndin e sotëm të librit. Gabor Matea është një fenomen sot, sepse Gabor Matea ka arritur të prejkë në thellësinë e zemrës masës më të gjerë, qoftë profesionist të fushës shëndetit mendor, psikiatri apo psikologji, qoftë edhe të ato të cilët nuk janë ekspert të fushës, mirë po gjuha e tij edhe mjeshtria e tij për ta përdorë gjuhën në një formë që t'i prek edhe profesionistët edhe jo profesionistët e bën atë shumë të veçantë. Disa njerëz thjesht lindin me një yll brenda vetës, edhe ai ylli i udhëheq edhe nuk shuket nga sfida të ndryshme, pra një kombinim i interesant i inteligjencës, i kreativitetit edhe i njerëzisë, humanitetit e bën Gabor Mate. Konsiderohet si një nga zërat më interesant mbi mendjen e njeriut që nga Sigmund Freud. Gabor Mate ka ndryshuar mënyrën se si shumë njerëz flasin për anktin, varësinë, traumën dhe marrëdhëniet mes përvojave të fëmirisë dhe jetës së të rriturve. Argumenton lidhjen midis vuajtjes sonë personale dhe presioneve të pamërshishme të jetës moderne, duke treguar se shëndeti i keq është reflektimi i natyrshëm i shkëputjes që kemi nga vetja jonë e vërtetë. Por çfarë bën kaq tërheqëse filozofinë e tij? Cilat janë këndvështrimet ndryshe që sjell Gabor Mate dhe që kanë globëruar vëmendjen globale? Gabor Matea kryesisht njihet për traumën edhe për varfërinë. Ai e lidh varfërinë me traumën edhe me sistemin biopsikosocial. Për ta kuptuar më mirë, shkurtimisht, në botë ka qenë i pranishëm paradigma edhe botkuptimi që çdo sëmundje e ka zanafillën vetëm nga gjenetika, dhe kjo është njohur si sistemi biomedikal. Pra sëmundemi sepse kemi ndonjë luhatje të lëngjeve të hormoneve brenda trupit. Pastaj del George Hegel edhe Engel edhe ai thotë që nuk është vetëm tek gjenetika, mirë po ekziston edhe faktori social. Gjithçka që ne përjetojmë në jetën tonë të përditshme e afekton thellësisht shëndetin tonë. Gabor Mate përvetson këtë botkuptim edhe del dhe thotë që pas çdo varfërie, pas çdo sëmundje ekziston faktori psikologjik. Pra ai traumës në rastin specifik, mirë po edhe te miti i normales e në veprat e tij, sidomos tek ekziston një libër ku jep këshilla të detajshme për prindrit se si të krijojnë atë attachmentin apo lidhjen me fëmijët e tyre, edhe ai tregon se si ndërtohet baza e qëndrueshmërisë apo reziliencës psikologjike. Sipas Gabor Mate, jo çdo traumë vjen nga ngjarje të mëdha dhe të dukshme. Por çfarë bën këtë qasje të Mates kaq të veçantë dhe sfiduese ndaj mënyrës tradicionale se si e kuptojmë traumën? Ai ylli të cilin e përmenda që është brenda Gabor Mates arriti të shndrit aq fuqishëm sa që t'i sjell dritë temës së traumës, nga që ishte diçka shumë jo e folur dhe jo e konsideruar shumë seriozisht nga masa e gjerë. Tani edhe me ndikimin e rrjeteve sociale, trauma është duke u diskutuar shumë më shumë. Trauma e madhe është fillimisht fjala traumë si traumë do të thotë lëndim, thyerje diçkajt. Edhe kjo kur përvetësohet edhe vishet edhe tek aspekti emocional, e kemi traumën e kuptimit bashkohor të fjalës, ku përdoret për lëndime, thyerje, përjetim të madh të ndonjë situate thyese, e cila e then baraspeshën e funksionimit ton. Mua më pëlqen shumë Gabor Mate si shpjegon atë aspektin që subjektiv. Diçka traumës i ofrohet
jo i afrohet jo edhe vetëm objektivisht, mirë po edhe subjektivisht, ku thotë që jo vetëm gjithçka e ndodhur është traumë, po e diçka e pa ndodhur, mirë po që është dashur të ndodhë si neglizhimi të cilin nga Burmateja e përmend shumë shpesh, të mos në fëmijëri, hyn në këtë tejnë e vogël, ku shumë probleme më të thella, jo sipërfaqësore, po të thella me vetbesimin, me ankthin, me depresionin, mirë po edhe ajo i cili i orienton, i ngreh njerëzit ka varshmëria, është kjo të vogël, e cila pastaj shndrohet në të madhe. Ajo që Burmateja mundohet ta shpjegon, ta tregon, thotë që trauma nuk është vetëm objektive, po është edhe subjektive. Pra jo rasti i cili ka ndodhur, mirë po si e ka përjetuar, si e ka perceptuar njeriu atë eveniment i cili ka ndodhur. Edhe këtu e rënon një mit shumë të madh në psikiatri, stigmatizimin ndaj varshmërive, nga që ai nuk thot pse varshmëria, po thot pse dhimbja. Se çdo dhimbje është ajo e cila mundohet të mbulohet edhe të mpihet, të shërohet me varshmëri ndaj substancave të ndryshme, me veprime të ndryshme. Burmateja vetë ka pas një varshmëri për të blerë plaketa muzikale, edhe këtë tregon se deri ka arritur në një shkallë aq të tmerrshme, saqë familja e tij ka pësuar shumë financiarisht nga kjo varshmëri e Burmatesë, edhe këtu ai pa stigmatizim e tregon nga jeta e tij një përvojë personale që ta ngreh atë simpatinë e njerëzve për të ndihmuar personat të cilët janë në varshmëri dhe jo për të stigmatizuar, mirë po gjithashtu edhe mesazhin që pa e prekur pikin, atë pjesën më të ulët të mundshme, nuk mundet një adiktus apo i varur që të fillon procesin e tij të shërimit. Pra kjo është një mesazh direkt që Burmateja e tregon edhe te miti i normales edhe te kur trupi thot jo, kur e prek pikën e varshmërisë. Libri Miti i Normales ngre pyetjen a është vërtet normale mënyra si jetojmë apo jemi mësuar me modele që na dëmtojnë. Libri argumenton se shumë sjellje që i quajmë normale janë përshtatje ndaj një shoqërie që nxit stresin, izolimin dhe shkëputjen nga vetja. Si alternativë ai thekson rëndësinë e vetdijes emocionale dhe mshurisë ndaj vetes, marrëdhënieve të sigurta, vendosjen e kufive të shëndetshëm dhe lidhjeve më të forta me komunitetin. Sipas autorit, që në fëmijëri njerëzit mësojnë të shtypin emocionet dhe nevojat e tyre për të fituar pranimin e të tjerëve. Një citat nga libri. Dashuria për kujdesja dhe ndjenja e sigurisë, të cilat vetëm të rriturit mund t'u adhurojnë fëmijëve, i çlirojnë ata nga nevoja për t'u vetë mbrojtur. Kjo u lejon të jenë emocionalisht të hapur dhe zgjon brenda tyre prirjen e lindur për të jetuar dhe për të eksploruar dhe për të përqafuar aventurën. Një potencial që nuk mund të zëvendësohet kurrë nga aktivitete fizike, sportet ekstreme apo përdorimi i drogave. Kur kjo siguri mungon, fëmijët detyrohen të sakrifikojnë aftësinë e tyre për të zhvilluar dhe pjekur psikologjikisht, për të ndërtuar marrëdhënie të thella e kuptimplota dhe për të lidhur me dëshirat e tyre më të brendshme e më autentike përveç shprehje. Në thelb, shmangja e cenueshmërisë është një arratisje nga vetja. Nëse nuk arrijmë të mbajmë fëmijët tanë pranë nesh, çmimi më i rënd është humbja e aftësisë së tyre për të mbetur besnik ndaj vetes së tyre të vërtetë. Fëmia, kur nuk ndihet i dashur, edhe Burmateja këtë në mënyrë maestrale e shpjegon edhe elaboron, kur fëmia nuk ndihet i dashur, nuk stopon që ta don prindin, mirë po stopon ta don veten. Nga që mendon që prindi është fuqia absolute, edhe nëse dorëzohet nga fuqia absolute e cila e mban në jetë në aspektin biologjik, nuk mund të jeton, kështu që dorëzohet së dashuri veten. Edhe paramendoni sa tragjikisht vjen tash në vesh si të rritur e si fëmijë sa emocionalisht e rëndësh të përballohet. Në fëmijëri kur ti mendon që askush nuk vlen ti të duhesh, atëherë edhe në pjekuri do të atraksionosh njerëz të cilët kanë dhurim toksik të dashurisë e kështu me radhë.
kjo është kryevepra e Gabor Mates, ku e përmbledh të gjithat mesazhin e tij, të cilin mundohet t'ja përçon masës së përgjithshme, mirë po edhe si një bibël për të shëru, apo vetë shëru nëpërmjet leximit të librit, nga që çdo kush e ka vetdijen deri në nivel për me kuptu se çka është duke ndodhur në përditshmëri dhe ku ndodhet ajo thyrja që na lodh dhe na merr shumë energji jetësore, e kjo është bashkë një libër i cili tregon për gjithë ato lodhje të cilit ne i ndjejmë në pjesë të ndryshme të trupit, pse ndodhin ato edhe si t'i themi jo gjithë këtyre gjanave. Ajo pika më e bukur e librit është që të bjen të shkund në një realitet të kohës moderne konsumeriste, përgjatë gjithë historisë, prej filozofëve të lashtë grek si Aristoteli, Platoni, kur ato Hipokrati, kur e kanë tregu edhe spjegu natyrshmërinë edhe njeriun si njeri, kanë pas qasje holistike. Pra shpirti dhe trupi, psikologjia dhe trupi kanë qenë një. Pastaj nuk e di ku ndodh ajo ngecja, edhe ndahet trupi me shpirtin, apo trupi me anën psikologjike. Edhe kjo është një gabim shumë i madh të cilin bota edhe shkenca e ka bë, nga që shumë njerëz kanë filluar të kërkojnë dikun fajin, mirë po s'kan arrit ta gjejnë fajin. E nuk ka diçka më të dhimbshme se me kërku një faj edhe mos me arrit me gjetë. Ku është faj? Pse unë po sëmurem? I përmendëm edhe sëmundjet autoimune, përmendëm edhe kancerin, edhe llojet e ndryshme të varfshmërisë, edhe ato depresionet e mëdha shpirtërore. Pse ndodhin? Këto ndodhin kur trupi thotë jo mo. Është një teori edhe shumë interesante, sidomos për llojet e kancereve të femrave, si kanceri i gjirit edhe kanceri i mitrës, tregon që nëse një femër vazhdimisht është e sfiduar me sfida të ndryshme të cilët ja sfidojnë feminitetin, e duhet vazhdimisht të lufton për diçka, të lufton për diçka që është e vetja dhe që i takon, qoftë në aspektin e përgjithshëm të fjalës, mirë po qoftë në marrëdhënie më të afërta, trupi vetëm pikllohet atë shumë, thehet atë shumë, sa që thotë jo mo, unë nuk mund t'jem pjesë e këtij sistemi dhe dorëzohet së punuari. Dorëzohet gjiri, dorëzohet mitra, si organe shumë reproduktive të femra dhe që e bojnë femrën kryeveprën më të madhe në natyrë. Kështu që kjo është ai mesazh të cilin Gabor Mate na me një stil shumë unik, për jo duke përdorur vetëm terme profesioniste të fushës, mirë po duke i zburt ato terme dhe duke e bërë shumë të kuptueshëm për masën e gjerë, e përçon atë mesazhin që dëgjoje trupin tënd. Kemi edhe libra të tjerë të ngjashëm, për shembull si Trupi regjistron nga Bazendel Verkok, ai e tregon fillon këtë nismën, e pastaj Gabor Mate me këtë butësinë e tij edhe me, siç e përmenda, yllin, që t'jetë i pranueshëm për të gjithë. Gabor Mate e ka atë talent, nga që ne kemi shumë profesionistë dalin edhe e tregojnë një të vërtetë shkencore, një mendim të tyre i cili është shumë i shtrejtë edhe shumë i veçantë edhe shumë i vlefshëm për të dëgjuar. Mirë po arrin deri tek një barierë nga perceptuesi edhe nuk e kapat me një simpati të madhe. Mirë po të gjithë dëgjuesit e të gjithë lexuesit e Gabor Mates e pranojnë atë me një simpati shumë të madhe, duke pas parasysh që po flasin për një person 80 vjeçar, 82 vjeçar, edhe prapë është energjik, edhe prapë është atë shumë i sinqert me çdo intervistues apo çdo lexues i cili e ka lexuar apo e ka intervistuar. A mund të ketë një lidhje mes mënyrës si gratë mësohen të shtypin nevojat e tyre dhe shëndetit të tyre fizik? Gabor Mate vën në dukje se gratë preken më shumë nga sëmundjet autoimune dhe sugjeron se kjo lidhet me modelet emocionale të krijuara gjatë jetës, si vështirësia për të thënë jo, vendosja e vazhdueshme e nevojave të tjerëve para vetes dhe shtypja emocionale. Është një realitet në shkencat e shëndetit mendor, në psikiatri dhe në psikologji, që kur truri ndodhet në një gjendje ku duhet të reagon, edhe dëshiron të reagon në një formë, edhe reagon në një ndryshe, duke qenë i kontrolluar nga rrethanat e jashtme. Pra,
dëshiron të thotë jo, mirë po nga rrethanat e jashtme e detyron veten që të thotë po. Këtë moment truni e percepton si rrezik për jetë. Në momentin kur truri percepton një rrezik për jetë, atëherë i jep 3 reagime: fight, flight ose freeze. E kemi edhe traumën në Gabor Mate e inkuadron edhe faun si kur jemi të habitur, mirë po unë do të fokusohem te këto 3 që ta kuptojmë më mirë. Ose ikim nga aty, ose qëndrojmë edhe luftojmë, ose ngrihemi. E në momentet kur ne dëshirojmë të thojmë jo, mirë po themi po, truni është në atë efektin e vetë të ngrirjes apo të mpirjes. Edhe nuk e din se çka është duke ndodhur, edhe e percepton atë si një katastrofë, edhe nëse është një diçka shumë e thjeshtë. E në këto raste pasojnë stresi kronik apo stresi afatgjat, ku vazhdimisht personi pastaj fillon të sillet në mënyrë si jo vetja, i ndryshon shija, i ndryshon stili, ndoshta më lejohet këtu të përcjellë edhe sensin e bashkëkohor të konceptit të bukurisë të femra, nga që shohim që koncepti i bukurisë të meshkujt nuk është që ka ndryshuar ndër shekuj. Ndoshta disa prekje minimale të garderobës, mirë po në aspektin e pamjes fizike, në çdo herë kemi pas një arketip mashkullor, mirë po në aspektin e arketipit femëror, vazhdimisht ajo po ndryshon. Kemi diskutuar edhe për aspektin e ndërhyrjeve të botoksit, të fillerave dhe të intervenimeve tjera, tani janë bë edhe tema diskutimi edhe në poezi. Atë thellë që e kanë prek shpirtin njerëzor, nga që poezia ka të bëjë me shpirtin, apo jo me shkencën, pasi kanë ndërhyrë edhe në poezi, domethënë janë do dukuri aq të fuqishme, sa që mo po e te kalojnë çdo shkencë, po te kalojnë çdo stres kronik apo traum, nga që trupi po thot jo, edhe gjitha ato alergjit të cilat ndoshta i kemi nga kreto substanca vinë edhe si një bërtitje asaj që jo, unë po du me thonë jo. Mirë po shoqëria në një farë mënyre shumë të nxarë, po arrin t'i bind femrat që një kallëv vetëm është modeli i bukurisë, përderisa bukuria është aq shumë relative, edhe aq shumë ngjyrshe, edhe aq shumë e gjerë, edhe pranishme ngado në natyrë, edhe në njerëz, edhe në kafshë, në bime, në gjithçka, kështu që koncepti i Mateis është shumë holistik se sa vetë ne mund ta perceptojmë. Pra mund të gjejmë modele të inkuadrojmë botkuptimin e tij në çdo fenomen sfidues të kohës bashkëkohore. Për te masivitetit që autori gëzon sot, a ka përkufizime se si duhet të lexohen librat e Mateis dhe a duhet lexuesi i thjesht të ketë kujdes të shtuar? Për mu si profesioniste e shëndetit mendor, është shumë e rëndësi të diskutojnë këto kufit, nga që po Gabor Matea është gjeni, është maestro, është më i miri, ka arrit shumë të punon në aspektin që të pranohet trauma si reale, edhe në psikologjinë e shëndetit ka një kontribut shumë të madh. Do shta mund quhet edhe si babai bashkëkohor modern i psikologjisë së shëndetit me gjithë këto punimet e tij. Mirë po, kufiri qëndron këtu, po gjuha e tij është gjuhë e përgjithshme. Nuk fol me koncepte shkencore që ta kuptojnë vetëm kolegët profesionistë, mirë po masa më e gjerë, nga që një prej qëllimeve të tij është që edhe njerëz të cilët lexuesit të cilët e lexojnë të arrijnë një proces shërimi nëpërmjet leximit, nga që e dim që biblioterapia është edhe një stil psikoterapeutik duke për ta shëruar ndonjë lëndim psikologjik brenda vetes apo për ta arrit nivelin edhe performancën më të mirë të vetes sonë, vetë aktualizimin siç e quajmë në psikologji. Është çdo kush i gatshëm për të lexuar librat e Gabor Mateis? Unë mendoj që po. Po ku është kriteri? Njeriu është shumë syhapur ndaj vetes së vet. Edhe njeriu është shumë syhapur për kufit e vet, për limitin se sa mund të kupton, sa nuk mund të kupton. Edhe unë çdo herë bëj thirrje edhe për veten time, mirë po edhe për shoqërinë, për student, për gjithë ato të cilët konsultohen,
ku është limiti? Ndonjëherë thjesht unë nuk jam e gatshme të punoj me diçka, t'ja pranoj vetes time që kam atë problem, për shembull. Edhe situata të ndryshme, rrethana të ndryshme në jetë do të më përgatisin mu që të arrijë deri në një vit. Mirë po tash, here and now e përdorim në shumë, tash edhe këtu nuk është koha. Për atë ne mund ta lexojmë, mund ta pajisim veten tonë ma të informat, mirë po jo edhe të thellohemi derisa na vjen ajo pika e gatishmërisë ku ne do ta përmbrëmsojmë në mënyrë shumë më të shëndetshme, edhe shumë edhe më mirë do t'i ndihmojmë vetes në një kohë tjetër, ndoshta edhe jo tash. Për këtë shkak çdo herë kur lexojmë diçka dhe jemi konfuz, konfuziteti le të jetë si standard matës. Nëse e kupton edhe ajo shumë mirë si puzzle, ze vend në një proces të botës tënde të mbrëmshme, atëherë dije që ja ka arrijë qëllimin. Nëse të ngjall konfuzitet, ndalu aty, skip, te I kaloj atë moment, mundohu të fokusosh dikun tjetër, një mesazh tjetër që mund t'ja kuptosh, që mos të hapësh procese brenda vetes që nuk je e gatshme. Nga që jeta është e gjatë, edhe nuk është që vetëm me leximin e një libri ne do të bëhemi verzioni më I mirë I vetes ose verzioni më I shëruar I vetes. Verzioni më I shëruar I vetes do të bëhemi ndoshta asnjëherë, ndoshta çdo ditë më pak, mirë po unë nuk e shoh atë si një destinacion, po e shoh si një proces, ku duke I lexuar gjitha librat e Matejes, duke I lexuar libra dhe të ndryshme, duke lexuar edhe ndjenjat, emocionet, mendimet e tona, do të arrijm atë bukurinë e pjekurisë, nga që pjekuria mendoj është ajo shërimi më I mirë I mundshëm. Në episodin e radhës të Këndit e librit Mos gjykon nga kopertina, shkojmë tek libra që duhet I mbajmë në çantë për pauza reflektimi.